Tani të kalim të kiftuari I parë, më saktë është ftuara e parë, është një vajzë kuqe. Jo aqe kuqe. Është një qikë si portokalli. Oke, është e verdhë. Është një bjonde. E cila e kemi marrë për disa arsye. Të cilat do t'i zbulojmë sa po ajo të vi këtu. Është e bukur, është e gjatë, e hollë, me gjëra shumë, ka shumë gjëra, vjen Luana Vjollca! Rriti se, okej, se po I kontrollojmë njerëzit për siguri. Ma bëjnë të dhe kultura, nuk e ti pse të shojte, unë nuk kam asnjë lloj tritoli me vetë. Jo, është sigurie, unë e kontrollojmë dhe vetë shumë. Okej, faleminderit që erdhe, mund të ulesh. Faleminderit shumë. Nuk kam gjë, do vini të kontrolloni dhe ju? Jo, më mirë që jo se... Kup? Janë saj që kanë dhe këshu nga ato metal detektorat me vete. Hej, kjo është gota jote? Po. Pse ka gjë të verdhë këto? Vërtet? Po, është e verdhë. Shiko, unë kam përqafor një qinjë. Nuk e di që ka ndodhë me gotën, po më duke se të kanë hedhur ca gjëra bjondesh. Me që e bjonde. Është fiks për mua. Po sa e bukur që je. Po, faleminderit. Seriozisht? Nuk marrë gjë seriozisht nga ty. Okej. Domethënë është e kundërta e kësaj që tha. Po. Po kjo gjëja kuqe që ke veshur. Po thash? Kjo gjëja kuqe që ke veshur, ke ndonjë kështu ti me këtë të kuqet apo ka lënë ndonjë traumë e kuqja? Mos kam lënë ndonjë. Ai ke lënë njerëzve traumë me të kuqen. Në fakt bëhet fjalë për flokët. Kjo është Për flokët? E kuqe? Okej. Është tjetër gjë. E kuptova. Luan... Ka dhe sa njerëz më të kuqe këtu. E di. S'po e them pse, po... Kalem të pyetja tjetër. Të kam ftuar për disa arsye, një nga cilat është emisioni I ri, I cili fillon së shpejti në Top Channel. Këtë të diel. Këtë të diel, Luana do t'jetë me një emision brenda emisionit. Jo, në fakt është e diella. Po? Edhe do vendoset një rubrik e re, që do vi bashkë me Luanën dorë për dore. Ua! Si, do kapin I për dore? Po dhe do... Me këtë do kapesh aman? Ka shumë atje. Do kapesh me njerëzit për dore? Po. Okej, dhe? Dhe do bëjmë çfarë ca gjëra. E keni nga ky filmi Great? Nuk e kam parë. Ndoshta jam me vetja, po nuk e kam parë. Ka 35 minuta seks. O? Do ikësh ta shohësh tash? Jo, kur. Me kë do ta drejtosh? Ti je drejtuesja e emisionit. Do jem bashkë me Albanin. Me Alban do dushin mi? Ai Albani, ka ndonjë gjë që s'bën Albani aty në Top Channel? Nuk e di është. I ditë hapë grifën shoh Albanin. Alban! Ora po sa rap televizorin Albani aty, Albani. Shiko, ishte një periudhë që thonin edhe për Modo Marinën kështu. Oh. Po. Jo. Po se s'kam qenë ne ke fotografinë tim. Po na trego pra pak më shumë për këtë rubrikën, si do jetë? Po nuk dua të zbuloj shumë detaje, do jetë tërësisht funny. Me humor. Jo kaq shumë sa ti. Me normal, se bëni doti, as nuk doni. Po është me humor. Është një emision I cili bazohet në disa situata që vendosin normalisht komedi. Megjithatë, këto situatat edhe më gjerë duhet të ndiqni të dielën, sepse po t'i zbuloj s'ka kuptim. Po pse po t'i zbulosh? Do kemi aktor. Ç'a kupton? Do kemi të ftuar. Aktor, siç ke humor. ti.
ti kujton se Jo, nuk do jetë 6 ditë para Marlin, është tërësisht tjetër. Po e dimi të keqin motra, po ti kujton se po i zbulove këto nuk të shohin, do të shohin më shumë. E di pra, po... Një gjë, atëherë le të kuptoj. Ju po bëni të dielën 1 orë para se të fillojë Portokallia, një emision me humor. A jeni në Terezi? Shiko. Do me thënë, e din ata të Portokallistë? E di Altin Pasha? E din dhe aprovojnë, sepse do jetë diçka e re, siç nuk është parë kur. Po i bit konkuroni Portokallin, mes do shohin njerëz Portokallin, do shohin këtë, do thonë do qeshin, se shiko, me mjekësi, fizik, psikologji, çan këto që të masin, njeriu ka një moment që qesh, edhe pastaj ja bën kështu. Edhe nuk ka si qeshi më, a kupton? Edhe thonë, bolta shi qesha dhe do shohin njerëzit të nuk do shohin Portokallin, moj. Normal, letë startojmë. Okej, ta shohim. Ta shohim që të bëhet. Okej. Faleminderit. Suksese! 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 Arsyeja e dytë se kemi ftuar Luanën është sepse ti ke në Instagram. Po. Thuajnë që ka të Instagramin tënd që të ndjekin, bëjnë follow njerëzit. Unë kanë bërë shumë, më shumë se që mendoj unë. Nuk dua më. Nuk do më? Nuk i kontrolloj dot ato, tagjet që më bëjnë. Tagjet? Po. Tagjin. Ju e dini që... Tagrat. Shkojnë kështu 10 vite mbrapa kur kam qenë 5 vjeç. Sa kam qenë kur kam startu? Po, po. Dhe kam një fytyrë kështu të shtremt. Dhe Luna vjetë sa bukur ka qenë. Po, atëherë ndoshta se ke pas gjoksin kaq të madh. Prandaj nuk do. Shiko, se gocat e din, domethënë ne jemi në fazë zhvillimi nga 15. Oh, me vërtet? Po. Unë fola se lind me këtë gjoksin. Normal që do jetë më... E kuptoj, okej. Ti në Instagram kemi parë që çdo... Nuk kam bërë gjë. Se kështu e theti. E di. Edhe Çilieta nuk ka bërë gjë, kështu që sa. Shiko, çdo të martë ti poston lule, nami zime ato lulet, do me thënë, si është kjo puna, se kam dëgjuar që ti çon dikush që ti nuk e njeh, dhe ti çon pa emër, si u bën ziliqare të gocat. Në fakt, e kam tepruar pak me ato lulet, jam koshjente të vetë, se ka 3 vjetë, kjo muhabet. 3 vjetë që të çojnë lulet çdo të martë? Njerëzit s'kanë bukë të hanë. Po? Po, mua më pëlqen shumë, kështu që, do më thënë, sa herë më vinë ato lulet them, ti postoj? Jo, s'do i postoj se shumë i bëra bajat. Do më thënë, fundit s'kam se i postoj, se më kënaqën mua dhe mjaftueshëm, po duke qenë se ky personi ose këta personat, unë nuk i njoh personalisht, nuk kam mënyrë tjetër për t'i falenderuar dhe i postoj. Fakt duket pak histori kështu, shumë e çuditshme Ermal. Jo, shumë është histori filmash ose nga këto prallat e bukura. Unë shpresoj që ky t'jetë një person, mos jetë ekipi Dinamos. Por... Shpresoj dhe unë se, e di si është puna, se unë thash këtë të martë që do martohem me atë. Po t'jetë ekipi Dinamos me këtë martohem? Jo, po kjo mund t'jetë dhe njëri që është i martuar edhe ka një 7 kalamaj, edhe... Ose mund t'jetë, aq më keq, mund t'jetë një vajzë. Ajo të çmon. Ose ti ke lut... duhet ta gjejmë. Shiko, ose ti ke lut menç dhe ja bën vetes këto gjëra. Po që do ishte një mëkat i madh sepse ato ka pa, shiko, ajo lulja e madhe ishte ja 200.000 lekë. Ndalu këtu. Kush 200? Kishte ca që besoj që ka bot 200 më shumë. Mund të ketë bëhet shumë se aq. Ashtu ka dhe lule me 500.000 lekë. Ermal, një sekondë, Ermal, se ti tallesh me këtë që sa po the, dhe këto qeshen. Po ka njerëz që e besojnë dhe e mendojnë që unë s'kam ku çoj lekët dhe i blej lule vetës. Po qa fletë, kush e këtë? O, zoti maf! Shiko, bëjmë një llogarit vogël për këtë. Sa mirë që ke marrë atë se kështu llogarit mendje. Atëherë, çdo të martë i bie 4 herë në muaj. Shumë zim për 12 muaj, që ka një javë. Baras, prit sekond. Ç'është makinë? 4 herë 12 baras, por pse më del 4800, 4 herë 12.
Dini jetë përdori këtë makinën? Ma e po ma? Këtë 0, ja, këtë 0. 4 herë 12, 48, oke. 48. E dijami po... Sa i natë që më vjetë... S'kam qenë mirë me biologi në shkollë. Atëherë, Okej. 28 të marta ka viti. Apo e kam gabim? Po. 28 marta. Shumëzim për 3 vjetë. Baras me... Se janë bërë akoma 3 vjetë. Po pra 2 vjetë... Jemi aty afër. 2 vjetë gjysë. Në verë, në korrik. Po mirë, ta bëjmë dhe në korrik, sa do hargjoj, 124. 124. Shumëzim për 20.000 lekë të reja. Ta bëjmë 20 apo t'i bëjmë mesatare më të vogël? Se më thej që ka dhe 500 që. Kjo e fundit ishte, që i provozova për martes. Okej. Ka që madhe ishte. Okej. Ja pa e lemi 20. Okej, e lemi 20. 20.000 barat. Wow, barat me 2.880.000 lekë të reja, që do të thot 28 milion ose 30 milion lekë. Lali, ky robi ka harxhu deri tash 30 milion lekë. Se kam për kur llogarin, por... Po ky që ka një kokra butallajt. Po si harxhon ti se 30 milion lekë për djalë? Me lule që këtu në Shqipëri ha gomerët. Më falë, ty Luana ja ke dhënë gomarit tënd atë ta haj? Po qëmë si ka gomari, Ermati? Po se kështë dhënë gomarit tim? 30 milion lekë. E di çfarë mund të kishe blerë mor djalë? Po çfarë mund të kishe blerë me 30 milion lekë, kështë blej makinë. Do me thënë, makinë. Po shiko më Ermati, se unë jetoj në shtëpi me mamin, me motrat. Po njeriu e do një shtëpi vetëm, një hapësirë. Shtëpi vetëm me hapësirë? Po ti mund të kishe blerë një shtëpi vetëm me hapësirë mi? Edhe vetëm shtëpi. Po tjetër, shmut kishe blerti me 30 milion lekë mi gocë. Po, e shkujtë makinën? Po. Se jo për që po e kam shit, timen. Do me thënë, okej, kjo do ka një makinë. Dëgjove. Atëherë, kush ka informacioni për këtë tipin? Për këtë tipin, ky tipi duhet të deklaroheni, do me thënë, jep një informacione, numri këtu në poshtë ekran, kush? Okej, numri është këtu. Okej, këtu është numri. Dërgoni kush ka informacione për këtë tipin që neve ta gjejmë edhe ta martojmë me këtë gocën. Shiko, e diti që ne kemi gjetur disa njerëz që ty të bëjnë dhurata? Po! Të shof? Po! E ndjekim insertin? Ndjekim insertin. Shihet pak të insertin. A ti bëjë dhurat Luana Vjollcës? Se di kush është. Se jo, gocë e mirë është. Çfarë do i bëja? Çfarë do bëja? Ndoshta me qenë se shbione një arush. Një arush? Po. Qa ngjyrë? Me sy bojqelli. Të kthjellat. Jo sy ti ketë bojqelli të kthjellat. Arush i bardhë, si zemra e saj ndoshta. Po, pse jo, një lule të bukur. E di që një trëndafil të kuq i preferon shumë ajo. Nuk më intereson as një figurë të njohur në Shqipëri. Do i bosha, pse jo? Si? Jo. Pse? S'kam arsye. Se njoh? Po, do t'i bëjmë pa tjetër. Çfarë do i bëja? Qa mund të ketë dëshira jo? Unë jam e dyturëve. Ti çfarë do i bëje? Diçka konkrete nga ana jote? Nga ana ime mund të bëj gjithçka, për shumë. Çfarë? Diçka konkrete? Një dhurat më mirë që i vlen asaj. Çfarë? Qa të mund si me ta thonë? Ma thu me fjalë thjeshta. Sikur një buqet me lule, me jaçu. Lule. Lule kështu. Artificiale? Jo. Naturale. Çfarë luleje? Karafila, trëndafila, qa mund t'ja vlej për atë? Qa ngjyre? Të kuqja është dashuri. Jo. Do i bëja. Çfarë? Po në një simbolike, një lule. Një dhuratë simbolike të shprehte diçka mbi të gjitha. Një objekt, një pikturë, Van Goghut. A do i bëj dhurat Luana Vjollcës? Po, sigurisht, pse jo. Çfarë do i bëja? Se di një varsë, një përzëlik, se di. Nuk i di fare këto të dyja se si shkojnë. Një motra janë. Po, nuk për që Luan bës fjallë. Qa mund i bësh Luana Vjollcës? Gjithçka është shumë e bukur, qa mund i bëj unë? Pse jo? Jo. Çfarë do i bëja? Një trëndafil të bardhë. Po ti pse s'do i bëja? Ta blej vetë, po. Po. Çfarë do i bëja?
Një çokollatë në formë zemre. E meriton. Dhuratë do t'i bësh një personazh që ke një farë shoqërore ose miqësore. Megjithatë, për efektin që ka në televizionin Top Channel, është një që realizon magji në formë përbajtje. Do ta mendoja. Jo. Po. Çfarë? Se di diçka simbolike. Po. Çfarë? Një varse, po, varse qafë. Pse doja bëje këtë dhuratë? Për qafë. Po, natyrisht po, pse jo? Po, pse jo? Çfarë dhurate kështu? Çfarë dhurate do i bëje? Më buqet madhe me lule, se është e bukur, shumë e mirë. Po ju? Edhe unë, një buqet me lule, se ka shumë qef ajo. I ka shumë qef dhe gjithmonë i shpërndan ata lule që i dhurojnë. Çfarë luleja? Trëndafilat kuq, bardh, si ti doja ajo? Kush? Jo. Pse? Sepse dua lule për vete. Pse jo? Çfarë do i bëja? Sa e në kuzhinë për të gatuar. Po, ku ka nevojë për dhuratat tona ne, për shembull student, çfarë do? Çfarë do i bëje dhuratë? Nuk ka nevojë për shembull e bukur vetë, s'ka nevojë për shumë dhurata. Nuk do i bëja Luana Vjollcës sepse kam kujt i bëj dhuratë. Kujt? Po tash s'dem këtu kujt. Nuk e njoh. Kërë është Luana me Vjollcën? Who's Luana Vjosa? You don't know her? No. Një Vjollcë. Po ku ti se njoh fare as Vjollcën as Luana? Jo. Pse? Pse do t'i bëja? Pse nuk do i bëja? Po pse do t'i bëja? Pse nuk do i bëja? Pse do t'i bëja? Pse nuk do i bëja? Pse do t'i bëja? Pse nuk do i bëja? Pse do i bëja? Pse nuk do i bëja? Po pse do t'i bëja? Po pse nuk do i bëja? E shikon. Mos ndoshta njëri nga këta për shembull që do të bënin dhuratë mund të ishte ai apo këta nuk ka shumë. Nuk ta mbushin njëri nga këta syrin që të ketë harxhu 30 milion lekë për ty. Pse do ti? Ja, as mos ma shuk kështu. Por neve Por shumë faleminderit gjithëve që menduat vje keq. për mua. Dhe atyre që thanë kush është kjo? Luanës, pse Luanës? Nisa, ata nuk shohin klanin. Shiko, ne kemi sjell dy fansa të tu që janë gati dhe kanë shprehur dëshirën që ty të bëjnë çdo ditë ka një dhuratë. Vjen i pari. Vjen ti. Çdo ditë, jam i dashuruar me ty. Jam pasi. I dashuruar mbas Luanës? Po. Okej. Qa është ky sanduiç me çfarë është? Sallam. Realisht, unë shkoj në punë orar dreke Ermal. Okej. Dhe jam gjithmonë e pangrënë. Faleminderit shumë. Ska gjë, ky do ta sjellë sanduiçin Mund ta çdo sjellë ditë. çdo ditë? Çdo ditë. Çdo ditë. Okej, natën. Gjithë radhën e ke prej meje çdo ditë jetës tënde. Çdo ditë jetës tënde. Faleminderit shumë. Nuk do më përqafësh? Po, patjetër. Se ka Okej. Mirë, kemi dhallë dhe sanduiç e ke për gjithë jetën nga këta të dy. Apo nuk mund ta hajmë. Jo, s'ka mos ha tani, ama se okej. Shiko, Faleminderit shumë Ermal. je shumë e dashur me njerëzit. Ç'është kjo? Pse të fiva pak dorën se desha me kështu. Se harrova që e ketë ngjitur. Me trupin. Faleminderit. Ç'është kjo? Shqipon? Jo, flutur. Shqiponj për? Po pse Se nuk duket si duket. Jo duket, po ç'neja që e ke në Që e kam në kraharor? Po, se unë ta kështë bërë dhe si ja se bësha ka, po që që e ke bërë Shqipojnë atë? E bëra Ermal, e bëra nga impulsiviteti që më karakterizon për herë. Ashtu je impulsive? Shumë bukur. Nuk duat jam, por jam. Kur do jesh herën tjetër impulsive, ka edhe unë aty të marrë dhe një impuls pa lek. Qika? Po si e bëre kështu, vajda e bëre? E bëra natën e madhërishme të Serbisë dhe Shqipërisë. Që u bën ndeshja, që u çmenën njerëzit. Po, në 12 të natës. Aha, okej. Shkove bëre tatuazh në 12 natës? Okej. Do më thënë, unë këtë gjërat që i bëj kështu, se dua t'i bëj, i bëj o tani o kur. Okej. Dhe më mirë dhe ishte kur. Kur? Po i bëj tani, gjithmonë. Herë tjetër që do të bësh një tatuazh, merr frym. Numëro deri 20 mbrapsht. Se mos kujto. Nuk ju pëlqen?
Faleminderit. Bravo, një duar të kire për shqiponjën e... Të kish tatuazh, vetëm këtë tatuazhke, vetëm këtë tatuazhke? Jo, në fakt kam edhe këtë, kjo është për mamin. Okej, sa bukur. Dhe kjo javlen. Kam edhe një tjetër. Ku e ke? E kam diku. Po ku diku se... Dikuja këtu jam unë këtu? Diku ku? Diku këtu. Aja, ke kjo pjesa... Ke këtu? Aty. Po si... Qarë ke aty? Jo, di qa ke, po qarë... Qarë tatuazhi ke? Shejtan, ku të shkon mendja? Jeni gjithë pushuar nga salla. Seriously, çfarë tatuazhi ke bërë? Një tatuazh që nuk do ekzistoj më, do e heq. Do e heqësh? Po. Okej. Me çfarë ai? Kur del në plazh ti duket ai tatuazhi apo jo? Fatkeqësisht po. Po, po mirë mi që e ka kështu. Pse çfarë mendove ti? Jo, kot fal. Shiko. Do 1, 2, 3 tatuazhe? Në fakt, tani që më kujtove plazhin... që më kujtove. Hëmi. Kam edhe një... Ke një tatuazh tjetër? Jo, kam një njoll. Njoll? Po, më duket në biografia apo kështu? Jo. Një njoll. Njoll? Kështu? Nga... Po ku ta mam, apo... Mes? Shko, mle ta mendoj se nuk do... Si jam të të quta shri, do me thënë të... Kështu? Ke unaza ime... Diku atë. Si që shke njollë të? Më kanë djegur. Më kanë djegur? Të ngatruan për lop? Jo, në falë, nga ato që i vën këshu stampën. Po si ta bën të? Ermal, nuk e dija duhet ta them këtë histori, në fakt është historia dhimbshme kështu. Por e thuje tash kur erdhi muhabeti punë kështu të mbrapshmesh. Jam njeri si besoj çdo femër këtu që se jetojmë në Shqipëri, nuk jemi shumë korrekt kështu, domethënë bëhemi gati, shkon shumë vonë dhe jemi shumë vonë gjithmonë për xhirime, por atë ditë kisha xhirime, ishte verë, këtë verë. Dhe vishëm shpejt marr kafën ta piqe kishte bërë mami, ndërkohë po pija kafën me shpejtësi mu derdh. Okej. Laga. Unë drova, shkova, vesha diçka tjetër, dora, shkëna ascensor shoh 2 pulla. Më thënë, duhet të zhvishja komplet. Okej, kështë lagur mbathjet me kafe. Të mbathura. Së kuptu kur e thashën, duhet ta thonë të kaj qartë. Po, duhet të kisha... Si kuptoj shumë shpesh gjërat. Shkoj në shtëpi vesh diçka tjetër, shkova në balkon, mora të parin fusanin që më kapi dora, ishte i rollosur, gjysmë i lagur, zbres poshtë, kemi një pastrim kimik poshtë. Të brek di vesh apo jo? Të tjera. Të mlesh ta them historinë? Okej. Po, i vesha pra. Okej. Pse si delti? Po jo, se janë ca kështu si modele që nuk i veshin. Po, unë nuk jam modele. Po, mirë, okej. Mos flasme këtë fal, po. Zbret të pastrimi, edhe të pastrimi është një vajzë që shquet Leta. Haj Leta. Realisht. Dhe i them të lutem me kuros pak shpejt, kisha vënë atë makinën dyshes, kështu si për fustanit, sepse më duhet ike prap. Të rejsh fustanin e kuros para, këthe mrapa. E veshur shumë. E të roj që ishte fustanin li është më veroshu. E të roj që mrapa, po e kuroste dhe ndje Jermal. Në gjë të ftohtë dhe të nxehtë në të njëjtën kohë. Fort diku aty. Realisht. Po. Vërtita domethënë. Po, të vuri flakën, duan ta vuri hekurin. Po çka të mëshme. Çfarë ndodhi pastaj? Çfarë ndodhi, domethënë nuk kisha hall që të bëja punë, të shkoja në spital, të bëja ndonjë gjë me plag. Po mirë, fustani nuk u doj, që? Jo, vetëm... Po mirë, punë e madhe fort. Po pastaj ti u more flak patjetër. Së mora flak se ishte moment sekondi. Jo, thjesht ndjeve erën e mishit që po piqe. Ndjeva pak çun si kam. Shkoj në spital tani. Makinën shpejt le aty. Është vërtet? Realisht është histori e vërtetë. Leta e di, mund të pyesni Leta. Shkoj në spital? Shkoj në spital.
roja aty. Dhe me një dorë kështu, domethënë. I them, lutem, ku është urgjenca se më duhet të isha grimuar, kam xhirime? Luana, unë të ndjek zonë aty, unë të pëlqej. Çuni nga përshë që të bëj një foto me ty, për të gjenë telefonin, thash të lutem, e bëjmë po të mjekoj këtë. Më tha, po pse çfarë ke? I thash, jam ndjekur pak mbrapa. Mbrapa ktheu të shoh. I thash, po pse duhet më shohësh ti heroje? Domethënë, ka ndonjë njeri këtu që të më shohë dhe të më mjekoj? Ktheu njerëz, më tregoj vendin, shkoj, futem realisht, domethënë, futem brenda dhe ishte doktoresha, i them doktoresh, të lutem, jam shumë vonë, mos më pyet më shumë, më ka shku kjo ditë atëherë shumë. Më mjeko pak, se jam hiç fustanin shtriu erdha. Del nga dera, ikën, dhe mbas 2 minutave unë duke thonë kur është, hape dera dhe vjen, i them doktoresh, faleminderit që erdhe. Mbas doktoreshës erdhi një turm me njerëz, të veshur me të bardha. 1, 2, 3, 4, 5. Po. Ti ishe me fustanin e ngritur? Ishte shtrirë. Jo, e të kisha të hequr. A mos ja fut kot? Ata erdhen për inspektim, për kontroll, për... Do të thënë kishin një kështu brainstorming. Nuk e di, mbaj mend që nuk po merrim dot frym. Si ishte dhoma e vogël dhe kishte shumë njerëz, u bë një miting aty. Mbi atë tënden. Ti ishe mbrapa. Nuk e mbajmën. E di që u mjekova. Po imagjinoj domethënë. Por vazhdoj ta kem atë njollën. E ke atë, okay. Domethënë që ta dini gjithë çfarë është kur më shihni në plazh. Atëre, shiko, unë nuk di si të ta njoh një klinika ke do të shofi njëra ai? Jo, njaf nga në parë. E kemi mbyll këtë cikël. Heqim. Ne ta heqim njollën, Luana. Nuk dua. Mirë, kjo ishte një eksperiencë shumë e fortë që ti ndave me neve dhe besoj se jemi të parët që e dim për... Jeni të parët dhe të vetmi dhe nuk e di pse... Për të pasmet e tua. Po kjo Leta jeton më, apo? Po, jemi bashkë gjitha në Leta. Çdo ditë vjen më thotë, si e ke plagën mirë. Do një tjetër? Është apasionuar mbas të prapmeve. Po, më thotë, do të hekurosësh prapë si për rrobave? Nga ana tjetër se. Unë do doja shumë të isha dhe unë aty në atë salën. Ja, se bësha ka, se... Qysha, larkë qoftë. Mirë, unë sinqerisht ja kalova shumë mirë sot me ty. Ti fitove 2 sanduish dhe 1 dhallë. Do. Jo, 1 tamam, pa tjetër. Ermal, morë më të madhin. Okej. Kjo ishte Luana dhe... Do ta keni mundësi ta shihni çdo të diel në Top Channel. Duke për humor. Standard. Faleminderit shumë. Publicitet, themi pas pak.